Mosha më e re nga ata që humbën jetën në tragjedinë në Koçan është 16 vjeç, ndërsa më i rrituri ishte 48 vjeç. Ka njoftuar nga Prokuroria Themelore Publike, të cilët kanë publikuar listën zyrtare me numrin e të vdekurve dhe moshën e tyre. Lista është dorëzuar në prokurori nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Nga atje thonë se të vdekurit më të rinj në moshë nga zjarri ishin adoleshentë të moshës 16 deri në 19 vjeç, ndërsa 6 prej tyre ishin të mitur. Të moshës 16 vjeç, 3 të vdekur, 17 vjeç, 3, 18 vjeç, 4, 19 vjeç, 1, 20 vjeç, 2, 21 vjeç, 6, 23 vjeç, 2, 24 vjeç, 7, 25 vjeç, 3, 26 vjeç, 7, 27 vjeç, 2, 29 vjeç, 1, 30 vjeç, 3, 31 vjeç, 2, 32 vjeç, 1, 33 vjeç, 1, 36 vjeç, 4, 38 vjeç, 2, 43 vjeç, 1, 44 vjeç, 2, 47 vjeç, 1 dhe 48 vjeç, 1 i vdekur. Në disa qytete të vendit sot i kanë përcjellë për në banesën e fundit pjesën më të madhe të vdekurve nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan, i cili shpërtheu mëngjesin e 16 marsit.